të dashur qytetarë të komunës së Malishevës. Tash e 24 orë, siç po shihet edhe nga tereni, nga vendi i ngjarjes, vështrimet janë duke ndodhur anë kon fshatra të komunës së Malishevës, sigurisht në nivel vendit, por kur jemi këtu nga vendi i ngjarjes jemi në pjesën mes lobizës Mirushe e Torjak, për shkak të rrezikut nga tenda e cila ka qenë tenda e vendosur dhe qarja e saj ka ndikuar që këto pjesë të fshatrave, këdena, të pjesa fushore, po sigurisht edhe shumë vjetra shtëpi janë të braktisura, ku kemi bërë evakuimin e tyre dhe edhe në këto momente kur po flasim ne jemi në teren me ekipet emergjente, së bashku me policinë, me emergjencën, zjarrfiksat, jemi në teren duke evakuar familje dhe ne nga këto bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të komunës së Malishevës që mos të bëjnë lëvizje përveç atyre urgjente dhe janë rrugët alternative të cilat i kemi postu edhe përmes faqes së komunës së Malishevës. Të nderuar qytetarë të komunës së Malishevës, ne sigurisht jemi në kontakt edhe me ekipe mobile edhe në nivel të qeverisë, me të cilat jemi në kontakt vazhdueshëm dhe do të jemi përkrah juve derisa të pushojnë rreshtet atmosferike. Ndesim kontakt për gjithçka, për çdo nevojë të cilën ju keni na thirrni në numrat e telefonit ton zyrtar të cilit i keni edhe të postuar në faqen e komunës së Malishevës.